nuk po kontrollohet veriu, po ti ke 10 vjet se kontrollove. Ti, ma jep argumentin ti çysh kontrollohet veriu me cilat. A di çysh? Me hek zotin Thaçi pi politikës në herë me provuna të tjerë ta mujna. Zoti Thaçi, ky ç'është, kur kom qenë unë deputet, përveç trysnis për me votu që to që na kërcnejke, dhe me votu asociacionin edhe krejt që to pako, i thej ke Liburna Leut, shko t'i shlirëje Preshevën atje sa vjen këtu, i thej ke Albin Kurtit, shko t'i shlirëje Vladimirin sa vjen këtu, i ofendej ke njerëz në baza, nuk u mërzit të kënatë kupër, Kasaphanën në Lugin Preshevës që për raportu ta shko Kasaphanë, për kundrazi ofendej ke deputet e opozitës, shko një shlirën e venin e juj, masum tregoni për qëtë ven. E po, e dyta kja. E treta, kur e qoj edhe vdish policin në verit vendit, Zymberi, tha, e ktheva tha sovranitetin e vendit, e kena një heroj, rrugën e ka emnin, rruga ti e ka emnin, te udhë kryqi Boramizit. O dek një polic që tha që thët, për shkak ti, ose me meritën e ti, e kena kthy veriun. Pra, çka ndodhi me qëtu sene, ku tash ky po thët, dobësit e ti. Veriu, pyetja vazhdo. Vete Thaçin. Argumentit. Vete Thaçin. Jo më ty po të Vete Thaçin. Ai ka thonë, ai ka thonë këtu, jo se du me thë. Paftësinë e ti. Paftësinë e ti për me kthy veriun, po do me përdorë si argument pozitiv ti me leju me bë avantura tjera. Demek, nuk po kontrollohet veriu, po ti ke 10 vjet se kontrollove. Po ma jep argumentin ti çysh kontrollohet veriu me cilat. A di çysh? Me hek zotin Thaçi pi politikës në herë me provuna të tjerë ta mujna. Pse do të me provu pasundësisht si palestinez Yasser Arafatin 40 vjet? Sa kryeminist ka pas ky vend? Pe pavarësisë vetë zotin Thaçi e kena. Jo, pyetja sa kryeminist. Pe pavarësisë vetëm zotin Thaçi e kena.